Kunata e Remzie Osmanit shfaqet si nuse, pamja e saj po bën bujë. Këngëtari i njohur Nejat Osmani ka zgjedhur që këtë fundvit t'i dhurojë publikut një moment të rrallë dhe jashtëzakonisht personal nga jeta e tij familjare, duke publikuar një fotografi që shpalos një anë të artistit që rrallëherë është parë deri tani. I njohur për diskrecionin e tij dhe për faktin se gjithmonë ka preferuar të jetë i rezervuar sa i përket jetës private, Osmani këtë herë ka vendosur të tregojë një copës të ngrohtë të përditshmërisë së tij. Një hap që ka krijuar shumë emocion dhe jehon të fansat e tij. Fotografia e shpërndar, e realizuar në një ambient elegant dhe të kuruar deri në detajin më të vogël, paraqet Nejat Osmanin së bashku me bashkëshorten dhe 2 vajzat e tij, të cilat tashmë duken të rritura dhe plot hijeshi. Veshjet e tyre të zgjedhura me kujdes pasqyrojnë një stil modern, të pasur dhe të rafinuar, duke treguar se eleganca është pjesë e natyrshme e familjes së tij. Nejati dhe bashkëshortja e tij shfaqen me një pamje të qetë dhe të harmonishme, ndërsa vajzat, tashmë në moshë adoleshente, reflektojnë një rritje të dukshme dhe një edukim që vë theks të madh të bukuria, thjeshtësia dhe rregulli. Ajo që ka tërhequr më shumë vëmendje është fakti se Osmani, ndryshe nga shumë figura të tjera publike që ndajnë me lehtësi momente nga jeta e tyre private, gjithmonë ka ruajtur një distancë të konsiderueshme nga syri i publikut. Ai ka qenë i kujdesshëm të mbrojë familjen dhe privatësinë e tyre, duke e vënë në plan të parë sigurinë dhe qetësinë e tyre. Prandaj, postimi i tij i fundit është konsideruar si një moment i veçantë, një hap i rrallë që i ka befasuar dhe gëzuar fansat, të cilët e kanë vlerësuar këtë gest të sinqertë të artistit. Reagimet në rrjetet sociale kanë qenë të shumta dhe jashtëzakonisht pozitive. Fansat kanë shpërndar komente të ngrohta, duke lavdëruar jo vetëm bukurinë e fotografisë, por edhe mënyrën se si Osmani ka ruajtur vlerat familjare ndër vite. Shumë prej tyre shprehen se kjo pamje intime i ka bërë të ndihen më pranë artistit, duke e parë atë jo vetëm si këngëtarin që e duan dhe e admirojnë, por edhe si një bashkëshort dhe baba të përkushtuar. Ky moment i publikuar nga Nejat Osmani vjen në një kohë kur shumë figura të njohura po zgjedhin të ndajnë më shumë nga jeta personale me fansat e tyre, duke ndërtuar kështu një komunikim më të afërt dhe më të sinqert. Megjithatë, mënyra e Osmanit ka qenë ndryshe. Ai ka preferuar që një hap i tillë të jetë i rrallë, domethënës dhe plot simbolik. Kjo e ka bërë postimin e tij edhe më të fuqishëm, duke transmetuar një mesazh të pastër për rëndësinë e familjes, bashkimit dhe dashurisë. Fotografia e publikuar nga këngëtari ka shërbyer si një kujtesë e qartë se, pavarësisht jetës së ngjeshur, angazhimeve artistike dhe sfidave profesionale, familja është një nga shtyllat kryesore të identitetit të tij. Në këtë periudhë festash, kur vlerat familjare marrin kuptim të veçantë, postimi i tij është pritur si një dhuratë shpirtërore, që ka përhapur një ndjenjë ngrohtësie dhe frymëzimi. Në një kohë kur shumë njerëz kërkojnë pak më shumë humanitet dhe afërsi, Nejat Osmani ka arritur të prekë zemrat e publikut me një gest të thjeshtë, por të mbushur me ndjenja. Fotografia e tij familjare ka shndërruar një moment të zakonshëm në një mesazh të fuqishëm për dashurinë, harmoninë dhe lidhjet që mbeten të pathyeshme pavarësisht kalimit të kohës. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.